إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falenderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Ndërsa salavatet më të përzemërta qofshin për Muhammed Mustafa, alayhi salatu wassalam, krijesën më të dalluar nga Allahu subhanahu wa ta'ala dhe krijesën më të dashur tek ai, pra vullën e pejgamberisë, I cili nuk kurseu asgjë që sot feja jon të jetë feja islame. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot I cili meriton të adhurohet përpas Allahut. Dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Xhamati nderuar, dhe ju dëgjues të nderuar të radios islame, të cilët na përcjellni nga të katër anët e botës nëpërmjet valëve të internetit, ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur që ka ekzistuar ndonjëherë. Përshëndetjen islame dhe përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, shpëtimi, mirësitë dhe begatitë e Allahut qofshin me ju. Ligjëratën e sotme, të cilën me lejen e Allahut do të mundohemi ta shtjellojmë së bashku me ju, e kam titulluar Të mallkuarit në Kur'an. Duke e pasur parasysh se Allahu xhalla xjalaluhu në Kur'anin famëlart na I ka cekur disa grupe njerëzish, apo disa sende, apo disa krijesa prej krijesave të Tij, të cilët ai I ka mallkuar. Andaj, si mënyrë apo si preventiv për neve që të mos bijejmë ne në këto grupe apo në këto krijesa të cilat Allahu xhalla xjalaluhu I ka mallkuar, atëherë e kemi për obligim dhe e kemi për detyrë që ne t'i njohim këta njerëz apo këta krijesa. Pra ta dim se kë Allahu xhalla xjalaluhu e ka mallkuar në Kur'anin famëlart në mënyrë që ne të largohemi, pra dhe të ruhemi, të mbrojmë vetveten tonë që të mos bijem pra në këto grupe, të mos bijem në këta të cilët Allahu xhalla xjalaluhu I ka mallkuar. Fillimisht duhet ta cekim domethënien e fjalës mallkim. Pra sipas terminologjisë islame, fjala mallkim do të thotë largim nga mëshira e Allahut. Pra nëse një person I thot dikujt, Allahu të mallkoft, pra e ka për qëllim Allahu të largoft nga mëshira e Tij. Kjo është pra kuptimi I fjalës mallkim për nga terminologjia islame. Mirë po a thua cilët janë të mallkuarit? Cilët janë ata që Allahu I mallkoi, gjëgjësisht I largoi nga mëshira e Tij? Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin famëlart na I ka cekur disa krijesa apo disa grupe njerëzish të cilët ai I ka mallkuar. Si krijesë e parë, apo si grup I parë I të mallkuarve, është vet Iblisi, apo shejtani, I cili para se të quhej shejtan, quhej Iblis. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala e mallkoi Iblisin, pra e largoi nga mëshira e Tij, vetëm për shkak se ai refuzoi që t'i bëjë sejdë Ademit alayhis salam, pra sejdë respekti e jo sejdë adhurimi. Sepse sejdë adhurimi I bëhet vetëm Allahut xhalla xjalaluhu. Pra kur Allahu I madhrishëm e krijoi Ademin alayhis salam, pasi e krijoi, I urdhëroi të gjithë melekët dhe së bashku me ta edhe Iblisin I cili ishte prej xhinve, e urdhëroi pra që t'i bëjnë sejdë Ademit alayhis salam në shenjë respekti, duke e ngritur kështu njeriu në një pozitë të lartë. Mirë po, Iblisi ishte ai I cili e refuzoi urdhrin Allahut subhanahu wa ta'ala, siç thot Allahu xhalla xjalaluhu aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Ai refuzoi këtë urdhër
u tregua mendje madh dhe u bë prej mosbesimtarëve. Dhe tha: asjudu liman khalaqta tina, ati bëj tha sejdë unë këtij të cilin ti e ke krijuar nga balta. Në një ajet tjetër Allahu xhalla xhelaluhu thot: khalaqtahu min narin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Shejtani thot, pra iblisi i thot Allahut: më krijove mua nga zjarri, ndërsa këtë e krijove nga balta apo nga dheu. Si ti bëj unë sejdë këtij kur që unë jam i krijuar nga zjarri? Pra e llogariti vetveten më të vlefshëm dhe u bë mendje madh dhe kështu e refuzoi urdhrin e Allahut xhalla xhelaluhu që t'i bëj sejdë Ademit alayhis salam. Mirë po Allahu subhanahu wa ta'ala për shkak të këtij veprimi e mallkoi atë. Do me thënë e largoi nga mëshira e tij. Allahu xhalla xhelaluhu në një ajet kuranor thot: la'anahu Allah. Në surën An-Nisa ajetin 118 thot: la'anahu Allah. Allahu e mallkoi atë, pra e mallkoi iblisin. Do me thënë e largoi nga mëshira e tij. Pastaj në një ajet tjetër Allahu xhalla xhelaluhu në lidhje me këtë thot: wa inna alayka la'nati ila yawmiddin. Ty o iblis do të përcjell mallkimi im deri në ditën e gjykimit. Pra mallkimi i Allahut subhanahu wa ta'ala do të jetë i përjetshëm për iblisin, do të jetë deri në ditën e gjykimit dhe pastaj edhe do të vazhdoj edhe në ditën e kiametit dhe në ahiret, në jetën e përhershme. Andaj ne si besimtar e kemi për obligim që këtë veprim të iblisit, ky veprim i iblisit të mos jetë pjesë e praktikës sonë. Pra duhet të ruhemi nga mendjemadhësia, duhet të ruhemi nga refuzimi i urdhrave të Allahut subhanahu wa ta'ala, në mënyrë që të mos e meritojmë atë që ai e meritoi. Pra të mos bijmë me një grup, të mos i bëhemi shok iblisit, pra të mos i refuzojmë urdhrat e Allahut subhanahu wa ta'ala, mirë po çdo urdhër që na vjen nga ai të themi sami'na wa ata'na, dëgjuam dhe respektuam, e të mos themi sami'na wa asayna, dëgjuam dhe refuzuam. Prandaj e cekëm pra këtë grup apo këtë krijesë të Allahut subhanahu wa ta'ala, të cilin Allahu e mallkoi, pra e largoi nga mëshira e tij, dhe ne duhet të mundohemi maksimalisht që të jemi pra besimtar të sinqert ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala dhe urdhrat e tij t'i çojmë në vend, që të mos e meritojmë pra mallkimin e Allahut xhalla xhelalu. Një grup tjetër të cilët Allahu subhanahu wa ta'ala i ka mallkuar dhe mallkimin e tyre e ka cekur në Kur'anin famëlart, janë jehudët, janë qifutët apo hebrejt. Ose në terminologjin e Kur'anit njihen si Benu Israil, bit e Israilit. E Israil ishte emri i Jakubit alayhis salam. Pra Benu Israil, bit e Jakubit alayhis salam, sepse prej tyre, pra prej bive të Jakubit alayhis salam, rrjedhin pra 12 fiset e jehudëve. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin famëlart në shumë ajete. Pra Kur'ani është përplot me ajete të cilët tregojnë qartë për mallkimin e Allahut subhanahu wa ta'ala ndaj jehudëve. Mirë po, ne do t'i cekim vetëm disa prej tyre, sepse me të vërtet janë shumë tepër. Nëse shfletojmë Kur'anin nga fillimi deri në fund, do të gjejmë me 10 ajete të cilët flasin në këtë temë, për mallkimin e Allahut subhanahu wa ta'ala ndaj popullit të Benu Israilve, ndaj popullit të jehudëve, të cilët me të vërtet janë ata të cilët e merituan këtë mallkim nga Allahu subhanahu wa ta'ala, për shkak të mëkateve të lloj-llojshme, mëkateve të shumta dhe mëkateve të mëdha ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala dhe mos respektimin e tyre ndaj pejgamberëve të tyre. Allahu subhanahu wa ta'ala i cek fjalët e Benu Israilve dhe thot: wa qalu qulubuna gulf. Than ne i kemi zemrat e tona të mbështjellura. Pra i kemi zemrat tona të mbështjellura dhe ato zemra për shkak të mbështjelljes, pra sikur
sikur të jenë pra në perde, sikur të jenë në këllëf të mbyllur me diçka, dhe andaj nuk i dëgjojnë pra urdhrat e Allahut subhanahu wa ta'ala, pra nuk janë në gjendje që ato zemrat t'i akseptojnë, t'i pranojnë urdhrat e Allahut xhalla xhelalu. Mirë po Allahu e vazhdon ajetin dhe thot: "Bel la'anahumullahu bi kufrihim." Jo, nuk është puna se ata i kanë zemrat në këllëf, nuk është puna se i kanë zemrat pra të mbyllura apo të mbështjellura, mirë po thot Allahu i ka mallkuar për shkak të kufrit të tyre. Fe qalilan ma yu'minun. Dhe një pjesë e vogël e tyre janë prej besimtarëve. Pra shumica e tyre Allahu xhalla xhelaluhu thot janë prej mosbesimtarëve. Dhe për shkak të mosbesimit të tyre, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Bel la'anahumullahu bi kufrihim." Allahu i ka mallkuar për shkak të kufrit, për shkak të mosbesimit të tyre. Në një ajet tjetër, Allahu subhanahu wa ta'ala e cek një prej cilësive të jehudëve, të cilit e njihnin mirë pejgamberin alayhi salatu wassalam. Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Atyre të cilët ne u kemi shpallur librat, domethënë jehudët dhe të krishterët, e njohin pejgamberin alayhi salam më mirë apo ashtu sikur se i njohin edhe fëmijët e tyre. Sikur prindi që e njeh fëmin e tij, ashtu pra e njohin ata, siç e njohin fëmijët e tyre, e njohin edhe pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe e dinë se ai është pejgamberi i vërtet, dhe e dinë se ai është pejgamberi i cili erdhi me shpalljen e fundit, me shpalljen nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po, çfarë bën jehudët? Allahu xhalla xhelaluhu e cek veprimtarinë e tyre dhe thot: "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum." Kur atyre u erdhi një libër nga Allah, pra është fjala për Kur'anin familjar. Musaddiqun lima ma'ahum, i cili Kur'an e vërtetonte atë të cilin ata e kishin, pra e vërtetonte Teuratin. Kur'ani erdhi dhe e vërtetoi Teuratin, e nuk e mohoi. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Mirë po, më herët para se të zbres Kur'ani, ata në librat e tyre të shenjta, në Teurat e kishin lexuar se do të vijë një pejgamber, do të vijë një pejgamber i fundit, të cilin Allahu xhalla xhelaluhu do ta dërgojë pas Musait dhe pas Isait alayhis salam. Dhe ata me këtë ju kërcënoheshin popujve tjerë dhe thonin se do të vijë një pejgamber i cili është nga mesi jon. Pra mendonin dhe kishin shpresë se Allahu subhanahu wa ta'ala do ta dërgojë pejgamberin e fundit prej mesit të tyre, para do ta dërgojë prej popullit të jehudëve. Dhe me këtë ju kërcënoheshin popujve tjerë dhe krenoheshin përpara popujve të tjerë. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. E kur ju erdhi ai, të cilin ata e dinin se do të vinte, ata e refuzuan dhe i bën kufër. Nuk e besuan. Nuk e besuan Muhammedin alayhi salatu wassalam, edhe pse ata e dinin se është pejgamber nga Allahu xhalla xhelaluhu, mirë po nga inati, nga xhelozia që ai nuk ishte prej popullit të tyre, ata e refuzuan dhe e mohuan pejgamberin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj Allahu e vazhdon ajetin dhe thot: "Fa la'natullahi 'ala al-kafirin." Mallkimi i Allahut qoftë mbi mosbesimtarët. Pra mallkimi i Allahut qoftë mbi këta të cilët e dinin qartë dhe e dinin se ai është pejgamberi i Allahut, mirë po e mohuan, e përgënjeshtruan, andaj Allahu thot: "Fa la'natullahi 'ala al-kafirin." Mallkimi i Allahut qoftë mbi këta mosbesimtarë. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala në lidhje me jehudët në një ajet tjetër kuranor thot: "Innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati." Ata të cilët i fshehën ato sende të cilat ne i shpallëm. Ata të cilët i fshehën argumentet e tona të cilat ne i shpallëm. Wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Dhe udhëzimet të cilat ne
u asqaruam njerëzve në libër, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ata pra, të cilët i fshehen argumentet tona, të cilët u shpallën në libër dhe udhëzimet tona të cilët ne u asqaruam njerëzve, thot ata do të jenë të mallkuar prej Allahut dhe do të jenë të mallkuar prej gojave të mallkuesve. Pra edhe Allahu i mallkon, edhe njerëzit do t'i mallkojnë pra. Për shkak se e fshehën argumentet e Allahut subhanahu wa taala dhe udhëzimet e Allahut të cilët Allahu i zbriti në librin e tyre. Në një ajet tjetër Allahu subhanahu wa taala thot innal ladhina kafaru, ata të cilët bën kufër, ata të cilët nuk besuan dhe mohuan, dhe për qëllim janë jehudët në këtë ajet, wa matu wa hum kuffar, dhe vdiqën pra duke qenë mosbesimtar, ulaika alejhim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Atyre u takon mallkimi i Allahut, mallkimi i melekëve dhe mallkimi i të gjithë njerëzve. Pra jehudët të cilët e mohuan pejgamberin alayhis salam, e mohuan Kur'anin famëlar dhe vdiqën pra në mosbesimin e tyre, atyre do t'ju takoj mallkimi i Allahut, mallkimi i melekëve dhe mallkimi i të gjithë njerëzve. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala ngjashëm me këtë në një ajet tjetër Kur'anor thot ulaika jazaohum anna alejhim la'natullahi wan nasi ajma'in. Shpërblimi i tyre do të jetë se ata do të fitojnë pra mallkimin e Allahut dhe do të fitojnë mallkimin e njerëzve. Në një ajet tjetër po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot walakin la'nahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Allahu është ai i cili i mallkoi ata për shkak të mosbesimit të tyre dhe një pakicë prej tyre janë ata të cilët besojnë. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala në një ajet tjetër Kur'anor thot në lidhje me jehudët pra wa qalet al-yahudu yadullahi maghlula. Jehudët thanë se dora e Allahut është e shtrënguar. Pra e kishin për qëllim se Allahu është koprac. Shikoni pra sa fjalë të madhe dhe sa mëkat të madh kanë folur për Allahun subhanahu wa ta'ala. Gullet ejdihim, Allahu thot jo, duart e tyre janë të shtrënguara, ata vet janë koprac. Wa lu'inu bima qalu, dhe Allahu thot ata mallkohen për këtë fjalë të cilën e kanë thënë. Pra Allahu i mallkon për fjalën e tyre ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala që thanë se Allahu e ka dorën e shtrënguar, pra është koprac. Bel yadahu mabsutatani. Madje Allahu xhalla xhelaluhu tha jo, duart e Allahut janë të gjera. Yunfiqu kayfa yasha, tha ai jep ashtu siç don ai. I jep kujt do pasuri. Dhe një prej popujve që më së tepërmi Allahu u kishte dhënë pasuri dhe të mira, ishin mu jehudët pra, ishin benu Israilet, për të cilët Allahu subhanahu wa ta'ala në shumë ajete cek mirësit dhe begatit të cilët u kishte dhënë atyre, megjithatë ata nuk ishin të kënaqur dhe thonin se Allahu e ka dorën e shtrënguar, pra ankoheshin nga pasuria e pakt sipas atyre të cilët Allahu xhalla xhelaluhu të cilën u kishte dhënë. Andaj ne duhet të ruhemi që të mos bijmë pra në këto cilësi të jehudëve, sepse atëherë do të na pasojë edhe neve mallkimi i Allahut, e lutim Allahun që të na ruajë nga kjo. E treta janë grupi i tretë, të cilët Allahu i ka mallkuar në Kur'an, janë përgënjeshtruesit. Ata të cilët e përgënjeshtrojnë pra ajetet apo argumentet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në një ajet Kur'anor Allahu xhalla xhelaluhu në lidhje me këtë, i cili ajet quhet ajetul mubahala, i cili në një përkthim të përafërt mund të përkthehej si ajet i sfidimit. Allahu subhanahu wa ta'ala e urdhëron pejgamberin alayhi salatu wassalam që të bëj mubahala apo të sfidoj jehudët për çështjen e Isait alayhi salam. Sepse jehudët e mohonin pejgamberin e Isait alayhi salam dhe vinin dhe e kundërshtonin pejgamberin alayhi salatu wassalam. Andaj Allahu i tha: "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi", ai i cili ty të kundërshton
pasi që ty të ka ardhur dituria në Kur'an në lidhje me Isa'in a.s. Faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Thuaj atyre, e jani pra t'i thërasim, ju thërritni fëmijët tuaj, unë do t'i thëras, ne do t'i thërasim muslimanët pra fëmijët tonë. Ju thirrni gratë tuaja, ne do t'i thërasim gratë tonë. Dhe ju merreni pra vetveten tuaj dhe na me vetveten tonë, thumma nabtahil, e pastaj ta qesim në shesh mallkimin, fa naj'al la'natullahi 'ala al-kadhibin, dhe ta bëjmë që mallkimi i Allahut ta godet gënjeshtarin, pra ta godet për gënjeshtruesin. Pra cili prej nesh, cili grup prej nesh të jetë gënjeshtar dhe për gënjeshtrues për Isa'in a.s. atë le ta godet pra mallkimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe padyshim se mallkimi i Allahut xhalla xhalaluhu është mbi jehudët, të cilët e mohuan pejgamberin e Isa'it a.s. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala në lidhje me përgënjeshtruesit në një ajet tjetër kuranor thot: "Wa man adhlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban." A thu ka më zullumqar se ai i cili flet gënjeshtra për Allahun subhanahu wa ta'ala, bën shpifje ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim, ata do të ekspozohen një ditë para Zotit të tyre, do të dalin para Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu al-ashhadu ha'ula'i alladhina kadhabu 'ala rabbihim, ndërsa dëshmitarët të cilët kanë qenë me ta do të thonë, këta janë ata të cilët e përgënjeshtruan Allahun subhanahu wa ta'ala dhe e mohuan atë. Ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, mallkimi i Allahut le të jetë mbi zullumqarët, pra mbi këta zullumqarë të cilët e mohuan Allahun subhanahu wa ta'ala. Grupi i katërt i cili e meritoi mallkimin e Allahut dhe Allahu e cek mallkimin e tij në Kur'anin famëlart, pra e cek mallkimin e tij për ta në Kur'anin famëlart, janë munafikët apo hipokritët dyftyrshit, të cilët shtiren se janë besimtar, ndërsa në zemrat e tyre është kufri apo mohimi ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu xhalla xhalaluhu në lidhje me këtë grup njerëzish thot: "Wa'ada Allahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannama khalidina fiha." Allahu thot ka premtuar për munafikët dhe munafiket, pra për munafikët meshkuj dhe munafikët femra, wal-kuffara dhe për mosbesimtarët nara jahannam, e ka premtuar zjarrin e xhehenemit, khalidina fiha, në të cilin zjarr do të gjenden dhe do të jenë përgjithmonë. Hiya hasbuhum, ai do të jenë vendi i tyre. Wa la'anahumullah, dhe Allahu do t'i mallkojë. Wa lahum adhabun muqim, dhe ata do të kenë një dënim të pandërprer, një dënim të vazhdueshëm i cili nuk ka ndërprerje as pak. Pra Allahu i mallkon, i fut në xhehenem, i mallkon dhe i dënon pandërprer. Kjo ishte për sa i përket munafikëve. Po ashtu një grup tjetër të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala ka mallkuar në Kur'anin famëlart, janë qafirët apo mosbesimtarët, e sidomos ata të mosbesimtarët e popujve të mëhershëm, e popujve të pejgamberëve të mëhershëm. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawm al-qiyamah." Në lidhje me popullin e Hudit alayhis salam, të cilët nuk i besuan Hudit alayhis salam, nuk e besuan dhe nuk e ndoqën rrugën e tij, Allahu thot, ata u përcollën me mallkim në këtë botë dhe në ditën e Kiametit do të përcillen pra me mallkim. Edhe në këtë botë do të jenë të mallkuar, edhe në ditën e Kiametit do të jenë të mallkuar. Ala inna 'adan kafaru rabbahum. Adi, populli Ad pra ishte populli ku u dërgua Hudi alayhis salam. Allahu thot: "Ala inna 'adan kafaru rabbahum." Pra Adi është ai popull i cili nuk e besoi, e mohoi Zotin e tyre. Ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Qoft i shkatruar Adi, populli i Hudit. Po ashtu në lidhje me faraonin dhe popullin e tij, i cili faraoni pra nuk i besoi Musait alayhis salam dhe e quajti veten Zot dhe kërkonte nga njerëzit, nga populli i tij që ta adhurojnë atë, Allahu subhanahu wa ta'ala për faraonin dhe për popullin e tij thot:
wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawm al-qiyamah. Ngjashëm pra sikur populli i Adit, ata thot u përcollën me mallkim në këtë botë dhe në ditën e gjykimit. Bi'sa ar-rifdul marfud, sa e keqe është ajo dhurat e cila u dhurohet atyre. Pra Allahu xhalla xhelaluhu thot sa e keqe është dhurata e mallkimit, sepse mallkimi për ta është dhurat, nga se ata vet e kërkuan dhe vet e merituan mallkimin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu thot bi'sa ar-rifdul marfud, sa e keqe është ajo dhurat e cila atyre i dhurohet. Po ashtu prej grupeve të mallkuara në Kur'anin famëlar Allahu xhalla xhelaluhu e ka cekur edhe njeriun i cili e vret një njeri tjetër, i cili e mbyt një njeri tjetër me pa të drejtë. Pra e vret një njeri i cili nuk e meriton, është i pafajshëm e ai e vret. Pra ky njeri e meriton mallkimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu xhalla xhelaluhu në një ajet kuranor në lidhje me këtë thot: "Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan", ai i cili e vret një besimtar me qëllim, pra e din se është i pafajshëm dhe me qëllim e vret atë, fa jazaohu jahannam, shpërblimi i tij do të jetë xhehenem, khalidan fiha, do të jetë i përjetshëm në të, wa ghadiba Allahu alayhi, Allahu do të jetë i hidhëruar me të, wa la'anahu, dhe do ta mallkojë atë, wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dhe i ka përgatitur atij një dënim të madh. Elusim Allahun xhalla xhelaluhu që vrasjet në mesin e muslimanëve të pakohen dhe të mos ekzistojnë fare. Sepse pra ai i cili e vret një besimtar të pafajshëm, le ta di se Allahu xhalla xhelaluhu ka përgatitur dënim të madh për të në xhehenem. Do ta mallkojë, do të jetë i hidhëruar me të dhe do të jetë përgjithmonë në xhehenem, siç thot ajeti kuranor. Po ashtu Allahu xhalla xhelaluhu prej krijesave të tij, të cilët i ka mallkuar, është edhe pema e xhehenemit, e cila quhet zaqqum. Allahu xhalla xhelaluhu në lidhje me këtë pemë i drejtohet Muhammedit alayhi salatu wassalam në një ajet kuranor dhe i thot: "Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas", por kujto kur ne të tham ty se Zoti yt me dijen e vet i ka përfshirë të gjithë njerëzit. "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas", pamjet të cilët ne ti treguam ty, pra është për qëllim në natën e Mi'rajit. Dhe wash-shajarata al-mal'unata fil Qur'an, dhe pemën e mallkuar të përmendur në Kur'an, pra pemën e mallkuar. Këto dy gjëra pra, gjërat të cilat ti i pave në Mi'raj dhe pemën e mallkuar në Kur'an, Allahu thot nuk e kemi bërë për asgjë tjetër vetëm se si sprov për njerëzit. Illa fitnatan lin-nas. Pra i kemi bërë sprov për njerëzit, nga se shumica e njerëzve, e për fat të keq edhe disa prej njerëzve të cilët deklarohen si musliman, në fakt kur ju përmendet Israja dhe Miraji, kategorikisht e mohojnë një gjë të tillë. Pra, dhe me këtë ata faktikisht dalin nga kornizat e fesë islame. Nga se Allahu subhanahu wa ta'ala e cek qartë udhëtimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam në surën Al-Isra. Dhe ne ju themi atyre: nëse ju nuk e besoni Isran dhe Mirajin, atëherë dijeni se keni bërë kufër, e keni mohuar disa ajete prej ajeteve të Kur'anit famëlart dhe një ndodhi e cila ka ndodhur vërtet, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala është i plot fuqishëm dhe ka mundësi të bëj atë që mendja e njeriut nuk ja merr. Mirë po kjo fe ka ardhur ashtu siç Allahu subhanahu wa ta'ala na e ka përshkruar në Kur'an. Dhe ne e kemi për obligim ta besojmë se fuqia Allahu subhanahu wa ta'ala është mbi çdo fuqi dhe ajo e cila në mendjet tona nuk na e merr, kjo është vetëm prej mendjes sonë të kufizuar dhe prej shejtanit dhe imanit të dobët. Andaj Allahu thot, udhëtimin e Mirajit dhe pemën e mallkuar në Kur'an, thot ne e kemi bërë thot si sprov për njerëzit, për t'i sprovuar se kush prej këtyre do të besoj dhe kush prej njerëzve do t'i mohoj. Ndërsa në lidhje me këtë pemë, e cila është e mallkuar, Allahu subhanahu wa ta'ala thot:
innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim. Ajo është një pemë e cila mbin në fund të xhehenemit. Pra rrënjët i ka në fund të xhehenemit. Në vendin më të poshtër të xhehenemit, tal'uha ka'annahu ru'usu ash-shayatin. Fryti i kësaj peme, Allahu thot, është sikur të janë koka shejtanash. Sikur kryet e shejtanëve, ashtu është fryti i kësaj peme. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala në lidhe me pemën e mallkuar thot: inna shajarat az-zaqqum ta'amul athim kal-muhli yaghli fil butun ka ghalyi al-hamim. Është e vërtet se pema e zakumit do të jetë ushqim i mëkatarëve. Vlon si katrani në barqet e tyre, ashtu sikur se vlon uji i valuar. Ashtu pra siç vlon uji, edhe fryti i kësaj peme të cilën do ta hanë mëkatarët në xhehenem, do të jetë pra do të vloj sikur katrani në barqet e tyre, dhe ky do të jetë ushqim i mëkatarëve dhe i atyre të cilët ishin mendje mëdhej, të cilët e mohuan Allahun subhanahu wa ta'ala. Elusim Allahun xhalla xhelaluhu që nga kjo që tham deri më tani, ta ruajmë vetveten tonë, të mos jemi prej këtyre të cilët Allahu i ka mallkuar. Të mos jemi prej këtyre të cilët Allahu i ka larguar nga mëshira e tij, sepse ai i cili është i larguar nga mëshira e Allahut subhanahu wa ta'ala nuk ka mundësi që të jetë prej banorëve të xhennetit asnjëherë. Ai do të jetë përgjithmonë në xhehenem. Andaj vëllezër dhe motra, të kemi kujdes pra, dhe këtë ligjërat e kam bërë apostafat që ne të shohim se kush janë ato të cilët Allahu i ka mallkuar në Kur'an, në mënyrë që ne të dimë dhe të largohemi prej tyre, pra të mos i bimë me një thes, të mos futemi me një thes me ta, edhe të ringjallemi në ditën e gjykimit me ta, e pastaj të jemi në zjarrin e xhehenemit përgjithmonë. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na mbrojë nga zjarri i xhehenemit dhe të na bëjë prej banorëve të xhennetit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'aliyya al-'azima li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.